Fshati turistik i Zvërnecit po përballet me mangësi në sistemin e ndriçimit rrugor, duke krijuar vështirësi për banorët dhe vizitorët, sidomos gjatë orëve të mbrëmjes dhe mëngjesit. Gjatë një vëzhgimi të kryer nga televizioni 6+1 Vlora, në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele, u konstatua se ndriçimi përgjatë rrugës që të çon drejt fshatit funksionon vetëm në disa segmente, ndërsa në të tjera shtyllat qëndrojnë të fikura. Ndërsa i afroheni zonës së lagunës, situata paraqitet disi më e mirë, pasi aty pjesa më e madhe shtyllave të ndriçimit janë funksionale. Megjithatë, problemi rikthehet sërish në hapësirën e parkimit pranë manastirit të Zvërnecit, një investim i realizuar muajt e fundit nga qeveria. Në këtë zonë, disa shtylla rezultojnë me drita jashtë funksionit, duke krijuar errësirë në një prej pikave më të vizituara të fshatit. Parkimi i ri konsiderohet një zgjidhje shumë e rëndësishme për menaxhimin e fluksit të automjeteve që frekuentojnë manastirin, veçanërisht gjatë fundjavave dhe sezonit turistik. Por mungesa e ndriçimit të mjaftueshëm po e zbe efektivitetin e këtij investimi, duke krijuar shqetësim për sigurinë e vizitorëve. Për më tepër, shtyllat e ndriçimit në hyrje të vet manastirit gjithashtu nuk janë funksionale, duke lënë tërësisht të errët një nga atraksionet kryesore të zonës. Sektori i ndriçimit pranë Bashkisë së Vlorës duhet të ndërhyjë për të rikuperuar defektet dhe për të vendosur në funksion të plot sistemin e ndriçimit në zonën e Zvërnecit. Banorët dhe vizitorët shpresojnë që këto problematika të zgjidhen sa më shpejt, duke garantuar siguri dhe një përvojë më të mirë turistike.